Rregulli tjetër që duhet ta dim është mos të betohemi rrejshëm. Mos të betohemi rrejshëm. Dhe kjo ndodh shpesh tek tregtarët sidomos. Betohet rrejshëm për ta shitur mallin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, 3 veta Allahu i lartësuar nuk i shikon ditën e gjykimit, nuk i pastron dhe do t'i jep dënim të rëndë. Njëri prej tyre është wa rajulun aqama sil'atahu ba'da al-asr fa qala wallahi alladhi la ilaha ghayruhu laqad utitu biha kadha wa kadha fa saddaqahu rajulun. Thot, njëri prej 3 vetave, dhe shikoni dënim tash për ka, Allahu i lartësuar nuk e shikon ditën e gjykimit atë, nuk e pastron prej mëkateve dhe do t'i jep dënim të rëndë. Njëri prej këtyre 3 vetave qenë ka një njeri i cili pas namazit të iqindis rin në tregun e tij dhe mundohet që ta shet mallin, dhe kur vjen një person bën be në emër të Allahut, thot vallahi pasha Allahun para teje dikush më ofroi më shumë çmim më të lartë për këtë, mirë po unë nuk ja shita, me qëllim që t'ja arrit çmimin këtij tjetrit. Po bën be në emër të Allahut rrejshëm me qëllim që të fitojnë tregtinë e tij. Edhe ky njeri i beson, sepse muslimani zakonisht kur e sheh se dikush betohet në emër të Allahut, i beson, sepse e ka atë madhërimin e Allahut në zemrën e tij. E ky person i cili në këtë formë mundohet që të fitoj duke e futur emrin e Allahut aty dhe duke u betuar rrejshëm, qenë ka prej atyre të cilët Allahu i lartësuar nuk i pastron ditën e gjykimit, nuk i shikon dhe do t'ju jep dënim të rëndë. Pra çështja është e rrezikshme, nuk është çështje e thjeshtë. Nuk është çështja e muslimanit që të jetë musliman vetëm në xhami. Muslimani duhet të jetë musliman në çdo çast jetës së tij. Dhe haku i njerëzve është i rëndë. Një ashtu siç nuk duhet puna aty të largoj nga namazi, mirë po ashtu edhe në momentin kur ti e bën namazin dhe e kryen punën, namazi nuk të amneston prej mëkateve që mund t'i bësh në punë. Dhe do të përgjigjesh prej këtyre mëkateve. Dhe nëse namazi jot është i sinqert për hir të Allahut subhanahu wa taala, do të ndikojë që ti të largohesh. Do të ndikojë që ti të largohesh prej harameve. Sa njerëz ka që falen, mirë po për fat keq shesin duhan, shesin artikuj të ndaluar. Pasuria haram është diçka shumë e rëndë. Pejgamberi alayhis salam thot, çdo trup i cili ushqehet me haram, xhehenemi është më afër atij. Çdo trup i cili ushqehet me haram, xhehenemi është më afër atij. Prandaj ne dëshirojmë që spaku atyre që janë në rrugë të Zotit dhe falin namaz, të asqarojmë se kanë përgjegjësi në punën e tyre që e bëjnë për këtë dunja. Kanë përgjegjësi edhe në këtë aspekt jetës së tyre. Islami me të vërtet nuk ndalon nga një gjë e tillë. Nuk t'i ndërpret rrugët e fitimit, mirë po t'i kushtëzon me disa rregulla, t'i kushtëzon me disa gjëra që ti mos t'u hish ndër hak njerëzve dhe mos t'i bësh zullum vetvetes së pari e pastaj edhe të tjerëve duke fituar haram.